Në një kohë kur shumë të rinj ndihen të dëshpëruar nga realiteti sociopolitik dhe shpesh e shohin të ardhmen jashtë kufive të vendit të tyre, ka ende zëra që vendosin të qëndrojnë, të ndërtojnë dhe të ndikojnë. Një prej këtyre zërave është ai Ylli Paçukut, një 19 vjeçar i vendosur dhe i përkushtuar, i cili sot ndjek studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit Shën Kirilli dhe Metodi në Shkup, një institucion që për dekada ka formuar kuadro juridike në mbar rajonin. Por Ylli nuk është thjesht një student, ai është një zë i ri që po gjen vendin e tij në një shoqëri shumë etnike dhe dinamike si ajo e Maqedonisë së Veriut. Me rënë të thella në komunitetin shqiptar dhe me një horizont të hapur drejt bashkëpunimit ndëretnik, ai tashmë është përfshirë edhe në akademinë politike, një hapësirë që formon liderët e së nesërmes dhe promovon dialogun, përgjegjësinë dhe vizionin. Në një moshë kur shumica e të rinjve janë ende duke kërkuar veten, Ylli ka nisur të ndërtojë një identitet që i lidh pasionin për drejtësinë me dëshirën për të bërë pjesë e vendimarrjes. Ai përfaqëson një brez që nuk është i heshtur, po i gatshëm të flasë, të veprojë dhe të ndikojë. Ai shprehet për provojën e tij si student në Fakultetin Juridik të Shkupit, pasi që tani është në përfundim të vitit të parë. Do të thonë një përvojë e re, diçka që nuk mund të krahasohet me shkollën e mesme. Unë pasi edhe vi nga një familje juristësh, të dy prindërit kanë mbaruar në këtë fakultet, vllajën e kam gjithashtu këtu viti 3. Dhe të themi drejtën nuk isha në një zgjidhje tjetër për drejtimin. Por isha mes asaj të regjistruam në këtë fakultet ose në ndonjë privat, pasi që mjaft jam i angazhuar edhe në biznesin privat, familjar, dhe e dëshiroja fakultetin privat pasi të kem ndonjë farë lloj hapësire më shumë për biznesin. Por këshillat e babait ishin që vetëm, domethënë këtë fakultet, zgjidhje tjetër nuk ka, pasi e sheh pasi dhe vetë kam mbaruar një fakultet shumë serioz, që prodhon kuadro vërtet të veçanta dhe zgjodha pak si me frikë, pak si edhe me guxim. Fillimisht kishte komente të lloj-llojshme nga shoqëria, nga nuk e di, me dëgjume, lajme që ndëgjon që mos është pak rrezik, mos ka diskriminim, mos ka padrejtësi për faktin se je shqiptar. Por realisht deri tani, domethënë, unë kam kaluar në një mënyrë të përsosur, domethënë, profesorët, profesoreshët në vitet e parë kanë ndihmuar shumë, më kanë dhënë një dorë shtesë, nuk kam pasur asnjë problem, domethënë, dhe diktohet ai serioziteti i fakultetit, që realisht don shumë përkushtim, por ma merr mendja se me mund të arrihet çdo gjë, dhe s'është e pamundshme. Cilat janë sfidat kryesore që një student i has shumë shpesh gjatë studimeve në këtë fakultet, disa që i ke vërejtur deri më tani? Sfida ka shumë për ne studentët, por kryesoren do ta thoja që nuk e kemi atë sigurinë që pasi ta kryejmë domethënë fakultetin, pasi ta marrim diplomën, nuk e kemi sigurinë që na mundsohet një vend i punës me diplomën që e kemi. Mendoj se kjo është arsyeja pse shumë të rinj dhe të reja largohen nga ky qytet, pasi edhe me fakultet, domethënë, serioz të mirë, nuk arrin të gjejnë vende pune, që realisht është absurde. Është një gjë që duhet të jetë normale në shtet, shteti ta mundsojë vendin e punës, dhe kjo është një gjë që ne të gjithë të rinjt realisht duhet të reagojmë tani, pasi që nëse nuk reagojmë, domethënë ky trend i shpërnguljes do vazhdon dhe shteti do mbetet pa të rinj. E ke menduar ndonjëherë të largohesh nga vendi apo jo? Jo, asnjëherë. Unë, domethënë, vjen keq që duhet të njerëzit vinë atë pozitë largohen. Unë jam i mendimit që, domethënë, do bëj gjithçka që të mundem vetëm të rri këtu. Nuk e paramendoj veten larg familjes, larg shoqërisë, dhe fundit do doja të kontribuoja në shtetin tim. Më thuaj, të kemi parë në shumë panele të ndryshme, një student shumë aktiv, dhe së fundmi të kemi parë edhe në akademinë politike. Na trego pak më shumë se çfarë tërheqje pati për ty kjo për pjesëmarrje në këtë akademi? Për këtë pjesën e politikës, domethënë, unë që nga shkolla e mesme, domethënë, nuk ka pasur arsimtare që nuk më ka sugjeruar të mirë me politikë. A ka qenë ajo me ironi apo jo, nuk e di, por kohën e fundit realisht, domethënë, i ndjek shumë zhvillimet politike. Nuk ka ditë, domethënë, ku unë nuk kaloj pa mos me ndjekë ndonjë emision debativ, në një
diskusion, debat e tjerë dhe doja ta shikoja më nga afër se siç rrjedhin punët dhe fillova të aplikoja në për organizata të ndryshme, jo qeveritare, ku të jepesh të mundësia të vizitosh parlamentin, kam pasur diskutime me deputet, me ministra, me zavendës ministra, dhe nga afër kur e pash mu duk si një botë që i përkrisja realisht. Dhe kështu prindrit e mi kanë thënë që po u kape më në valle dhe më s'ka këthim pas. Gjithçka filloi shumë shpejt, në rrjetet sociale shifja që zotëri Bujar Osmani tërkohën e promovonte këtë akademinë politike, mu duk një rast që duhet ta merrja, një mundësi që duhet ta merrja. Aplikova dhe javën e kaluar e kishim, domethënë atë orën e parë, orën hyrëse. Gjithçka shkoi shumë mirë, domethënë ishte një organizuar shumë seriozisht, ishte i pranishëm edhe zotëri Valdet Xhaferi. Dhe ishte një orë hyrëse ku u njoftuam me zotin Bujar Osmani. Edhe në këtë vendim domethënë që e mora, i ke ato komente tana që mos është herët, domethënë mos ka ndonjë prapavi politike, mos përdoresh për diçka. Realisht unë deri tani nuk kam parë ashtu diçka dhe mendoj se gjithçka do jetë transparente. Momentin që unë shoh se ka një prapavi se po mundohet të përdoremi, do jetë menjëherë do të rriqem, por e respektoj domethënë përkushtimin e zotëri Bujar Osmanit, pasi nga koha e tij do angazhohet për t'i mësuar të rinjt. Ylli, si eshe politika në vend, pikërisht më shumë në aspektin e të rinjëve, çfarë do ndryshoje në vendin tonë, pasi që edhe nga një moshë shumë e ri ke filluar që të angazhohesh në këtë drejtim? Për sa i përket politikës dhe të rinjve, unë jam i atij mendimit se çdo kush nuk është për politikë, dhe është bërë një trend jo tash që vetëm tek të rinjt, por edhe tek më të rriturit, domethënë dhe një profesionist në profesionin e vet, i shkëlqyer, angazhohet me politikë dhe domethënë e humbat rejtingun e vet. Domethënë politika nuk është për çdo kënd. Këtë më kanë thënë edhe politikanë. Politika kërkon një karakter të veçantë, një guximshmëri, një vendimarrje, dhe ajo që do t'i këshilloja të rinjt është që realisht para se të hyjnë në politikë, ta shohin se çfarë është politika, të njoftohen me politikën, dhe ata që hyjnë domethënë duhet të përkrahen nga të gjithë. Nga shoqëria, pasi që mendoj se të rinjt domethënë në një farë mënyrë përdoren nga partitë politike, tash me forume rinore, më duken shumë si vegla, si shërbëtor për disa aktivitete, por kur vjen puna tek poste të rëndësishme, në vendimarrje, domethënë ato nuk ju drejtohen. Do doja që partitë politike t'u hapin dyert të rinjve dhe realisht domethënë t'i lënë në pozita ku ata mund t'i shprehin idetë e tyre dhe të marrin vendime të rëndësishme. Shpresojmë që të shohim edhe ty në ndonjë post më të rëndësishëm, por si çfarë do të ndryshojë në fakt? Si po të kishte tani për tani ndonjë post më të rëndësishëm, çfarë do ndryshoje më një herë në vendin tonë, qoftë për të rinjt, ndoshta edhe pse jo edhe për të gjitha grup moshat? Tash varet çfarë posti më jepet, por mendoj se ndonjëherë neve si shtet dhe si shoqëri mundohemi t'i shohim gjërat shumë më larg dhe i harrojmë domethënë gjërat bazë. Do të filloja nga gjërat bazë, të cilat janë shëndetësia, arsimi, drejtësia, domethënë po si patëm këto që duhet, domethënë nuk kemi se shohim më andej. Duhet kemi një shoqëri, domethënë multietnike ku të pa tensione, të mësojmë të bashkëjetojmë siç kemi bërë deri më tani dhe realisht tash pyetja vështirë pak se më bën të pozitë vështirë, po do filloj nga gjërat bazë, më thënë siç janë që Ylli, cili është qëllimi yt, vizioni për të ardhmen? Tani mund të themi edhe ku e sheh veten për 10 vitet e ardhshme, mirë po, cili do të ishte qëllimi yt jetësor, jetik? Qëllimi im jetësor, edhe këtë e qeshemi me shoqërinë sa herë kur e kemi biseduar. Njëri mund thotë dua të bëj kaq para, tjetri do hap kaq biznese. Për sa i përket profesionit, domethënë ajo është
e vendosur se do jem jurist advokat, profesionin e babait. Punën e politikës e shoh si të mundshme, por qëllimi im është domethënë nesër pas nesër kur përmendet emri im, të ketë vetëm fjalë të mira, të ketë komente siç po ai bëri një ndryshim, po ai ndihmoi ku mundeshte, dhe mendoj se atëherë unë realisht do ndihem shumë i kënaqur dhe shpirtërisht do të jem i përmbushur, pasi nuk i shoh domethënë këto punë të ardhurave, parave shumë si të rëndësishme, përderisa jetojmë në një shoqëri ku realisht pa kushte do të thënë normale. Dhe për fund mesazhi yt për të gjithë bashkëmoshtarët e to dhe për të gjithë ata studentët që tani për tani po përjetojnë shumë sfida të ndryshme në jetën e tyre, cili do të ishte mesazhi yt? Mesazhi ose këshilla ndaj të rinjve, domethënë këtë këshilloj edhe veten. Fillimisht do të thoja të përkushtojmë arsimit, të mësojmë sa më shumë, sepse vetëm në atë mënyrë neve realisht mund të bëhemi dikush. E dyta, t'i kushtojmë sa më shumë vëmendje shëndetit fizik, por edhe atij psiqik. Ne të rinjt tash jetojmë në një kohë ku kemi sfida të ndryshme, është një botë e re do ta thoja, ku problemet psiqike janë realisht të mëdha. Të tretën do ta thoja, këshillën e tretë që t'jemi të lumtur në atë që e bëjmë. Dhe e katërta, domethënë, aty ku ka padrejtësi, të shohemi dhe ta themi, mos të kemi frikë nga asgjë, dikund ku ka padrejtësi, ku mendojmë se gjërat nuk shkojnë siç duhet, ne do të ngrihemi bashkërisht si shoqëri dhe t'i luftojmë ato padrejtësi. Ylli Paçuku është një shembull i angazhimit të rinisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Përmes studimeve në Fakultetin Juridik dhe pjesëmarrjes në Akademinë Politike, ai dëshmon se rinia ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin e politikës dhe shoqërisë. Angazhimi i tij është një frymëzim për të rinjt që duan të kontribuojnë në ndryshimin pozitiv të vendit të tyre.